Nëse zgjohe shpesh natën pa arsye, ky lajm do të friksoj. Natën kur shumica prej nesh mbyll syt dhe mendojmë se jemi të sigurt në shtrat. Diçka e çuditshme po ndodh në shumë shtëpi në Evropë. Qendrat e studimit të gjumit kanë nisur të raportojnë një fenomen krejtësisht të pazakontë. Njerëz të ndryshëm, nga vende të ndryshme, përshkruajnë të njëjtën përvojë. Zgjohen papritur, me ndjesinë sikur dikush po i shikon. Dhe për disa sekonda, shtrati duket më i rënd, sikur diçka është aty pa u parë. Shkencëtarët analizuan pamjet termike disa prej këtyre rasteve, aty ku pritej të shihej vetëm trupi i personit që flinte. U shfaqen informacione të ftohta, të padeklaruara, që qëndronin pranë shtratit dhe zhdukeshin po aq shpejt sa shfaqeshin. Por ajo që ka habitur më shumë është fakti se këto prani shfaqen gjithmonë rreth orës 3:00 të mëngjesit dhe vetëm për disa sekonda. Derisa të zbulohet e vërteta, studiuesit japin një paralajmërim të vetëm. Mbani një dritë ndezur sepse fenomeni po përhapet shpejt.